Mirë, jam me Geron Taçin, eksperti IT-s në Euronews Albania dhe jo vetëm, me cilin kam gjithmonë kënaqësinë ndaj biseda për teknologjinë. Mirë se erdhe, Geron. Mirë se u gjeta. Ky lajm i TikTokut që vjen i rinovuar etj si duket është një Po, ishte diçka e pritshme. Praktikisht edhe rrjetet sociale, edhe qeveria shqiptare kanë një farë të drejta, sepse praktikisht qeveria shqiptare kërkon që, ç'është ky informacion që kalon tek qytetarët e mi. TikToku thot, unë nuk e ndal dot, sepse tashmë teknologjia në rrjetet sociale është bërë vështirësisht e menaxhueshme. Pra, TikToku nuk mund të kufizoj dikë që është apo nuk është shqiptar dhe mos i dalë atë tjetrit. Ose ti dalë atyre që janë shqiptar. Si do ta zgjidhni këtë? Do ta zgjidhni duke kuptuar që ti je shqiptar apo jo. Po e bëri këtë, shkel drejtat e privatësisë. Kështu që në këtë stik me dy presa. Dhe tani kjo është diçka e pasgjithshme, që u zgjidhën qeveria shqiptare, u montua diçka që deri diku e pengoi pak, por doja t'ju thoja një shifër interesante që kompanive të VPN-ve ju rrit trafiku nga Shqipëria me 1200%. Konkretisht kur ne mbyllëm TikTokun. Po, momentin që u mbyll TikToku, sepse të gjithë filluan përdorin VPN-t, plus vështirësia që kishte qeveria për ta izoluar dhe u tregua qartë që kjo është një gjë praktikisht e pamundur, sepse mund të jetë vullneti qeveritar, mund të jetë dhe vullneti teknik, por matematika është kokë fort. Megjithatë, unë do të ndalem pak tek raporti i internetit dhe inteligjencës artificiale, sepse për shembull në motorin e kërkimit Google, tani përveç atyre kategorive që ne shinim dikur news, image, videos etj, në rast të parë është AI. Çfarë po ndodh mes internetit dhe inteligjencës artificiale? Janë njëjta gjë, janë të ndryshme, po bashkëpunojnë apo çfarë është? Tani, kur njerëzimi u fut në internet, po ta marr që nga me ato 3W të famshme, që nga zero, po World Wide Web. Po. Okej. Atëherë neve rishikuam 3 kategori shumë të rëndësishme tonat. Që e para ishte komunikimi, lëvizja dhe mënyra se ne bëjmë ekonomi. Pra, u rritën mundësia ekonomike, u rrit mundësia komunikimit, komunikojmë më shumë njerëz, dhe lëvizja u bë më e prekshme. Pra, janë vende që neve shikojmë internet. Tani, më problematika nga këto që mori një kthes jo të këndshme ishte komunikimi. Sepse komunikimi pastaj filloi të përgjojë nga kompanitë, pra nga Google-i, nga Facebooku, nga TikToku, pra çdo veprim që bëjmë neve është pra Google-i në fillim merr vesh ku je, kush je, gjitha çfarë po kërkon ti, kush janë preferencat e tua, pra të njeh më mirë sa njeh ti veten. Tani Google-i. Po, patjetër. Vetëm në bazë të atyre që ne kërkojmë. Patjetër që po. Dhe çfarë ndodh tash mbi këtë stres është shtuar te inteligjenca artificiale. Pra, nëse Google-i dhe të kompani nuk të tjera, po marr Google-in si shembull që është më i përdorur, më i njohur, është në gjithë, edhe TikToku, edhe Meta Business. Inteligjenca artificiale tashmë nuk është ndalur më ke mbledhja e të dhënave. Sa hajde Google-i të mbledhte në fillim. Nëse Google-i ndërtonte profilin ton. Po, tani inteligjenca artificiale parashikon atë çfarë do bësh ti. Edhe kush janë veprimet e tua. Dhe një problem që është vënë re gjatë këtij, po themi 10 vjeçarit fundit, është që interneti po shkon drejt një militarizimi. Pra, ne kemi ushtarë që nuk shkojnë më në luftë, por që rinë në internet. Dhe çfarë bëjnë? Atakojnë shtetet me të cilët janë në luftë, apo marrin informacion për shtetet ndryshme, apo marrin lloj informacione, sepse kompanitë e social medias dhe kompanitë e motorëve të kërkimit, pra instrumentave të kërkimit, siç është Google-i, dhe këto të tjerët kanë goxha informacione për gjithë njerëzit. Pra, neve në mënyrë liberale hedhin informacionin ton. Pra ne mbrojmë kufit tanë me ushtri, shërbim informativ sekret etj, inteligjencën ton, por nga ana tjetër ne jemi të tërë në Google dhe në platformat online, ku jemi lehtësisht të zbulushëm në të gjitha aspektet tona njerëzore, dhe ti po thuaj që kjo ushtri tani që mbron kufit këtu me elmeta dhe me tanke, është e zhvendosur në internet me disa njerëz që ne si dim brapa kompjuterit, të cilët që marrin vesh gjithçka. Ja japin të gjithë inteligjencën artificiale. Si mund të operojnë dhe si po operojnë qeverit me këtë lloj teknologjie, sepse është një luftë tjetër e ndryshme nga kjo lufta kibernetike. Është një luftë e qetë, e heshtur. Po, që kushton më pak se sa lufta për e vërteti, sepse imagjino sa mund të kushtoj një avion, nuk e di se s'kam lirë një avion, por mund të jetë 3-4 milion euro. Okej? Kurse një server bën nga 1.000 deri 2.000 euro. E instrukton dhe atë personin dhe ja ke një ushtar. Mirë, se po t'ishte kaq e thjesht,
lufta Rusi-Ukrainë nuk do ishte 4 vjet me tanke dhe me Kalashnikov akoma dhe me dronë. Një pjesë e asaj lufte bëhet online, sepse sa atake ke ti nga shtetet respektive nga njëri tjetrit në infrastrukturë, ose për shembull, le të marrim një rast konkret, për shembull, Amerika disponon kartat e kreditit, pra rusët duan kartë kreditit vetën. Pra nëse po themi një shembull, Vladimir Putin do blej bukën poshtë në kartë krediti, mas 30 sekondave amerikanët e marrin vesh ku është. Dhe si mbrohet Vladimir Putin në këtë moment? Këtë nuk e di. Pra, kemi një zbulim dhe kundër zbelim. Patjetër që po. Dhe kjo funksionon. Në çfarë niveli në çfarë niveli është kjo luftë? Duke u integruar dhe inteligjenca artificiale, tashmë kjo është bërë goxha aktive. Dhe sidomos duke parë edhe vatrat e luftrave, të cilat janë hapur në përbot. Dhe konkretisht interneti si një mjedis social, ekonomik dhe politik tashmë, ka anuar më shumë nga politika ushtaraku. Pa çka se neve jemi ke ajo pjesa e 10% apo e 20% që mund ta përdorim për të marrë informacion, i cili tashmë në internet nuk është më i saktë. Pra, informacionin në internet ti nuk e vërteton dot më, është apo jo i saktë. Mund t'ju marr një shembull kur neve kishim tani skandalin e Epstein, ku qarkullonin ato në për foto, ato letrat me ca zgaravina të zeza sipër, dhe pyetja ime e famshme është, kush garanton që ajo letra është ajo letra? Dhe për shembull, u pa që këtë javë u humbën miliona dollar në Bitcoin, sepse fake newsi që Epstein ishte themeluesi i Bitcoinit shkaktoi një rënje të Bitcoinit nga më duket se duhet këtë qenë diku ke 76.000 apo 92.000, sepse varet kur merr orarin, por po marr një të shembull, dhe ka zbritur dje në 59.000. Pra, skandali Epstein ndikoi direkt në Bitcoin dhe në kripto. Përveç se kësaj patjetër që po, sepse u masivizua ky si lajm që shiko se kush e paska këtë, andaj këtej dhe pa dalur të Epsteini që ta mbyllim me inteligjencën artificiale dhe internetin. Po më thuaj që dhe informacionet në internet tani nuk janë më të sakta. Nëse ne thoshim dhe i referojmë një brezi ku të thash ne ishim të parët që pam emailin. Po. Presim gjysë ore që zbrisën një foto. Ka qenë kompania e parë e emailit. Mendosa të lashtë jemi duke, për 20 vjetë ka ndodhur 200 vjetë zhvillime, në fakt, nuk është se jemi në të lashtë. Pra, që nga kompania e pare e-mailit, me ato 3W të famshme, dhe tani jemi në një informacion, kur doli Wikipedia, ne thoshim prap nuk e ka informacionin shumë të sajtë, sepse kishte një informacion si përfaqësor, por të paktën ti kishe disa të dhëna bazike, tani ti më thua që sa po shkohet, si mund të gjendet atëherë informacioni, se po hym në një xhungël, dhe nëse interneti kthehet në një magazin pa inventar, ku gjithkush bën një kërkim dhe pa e çekuar e jep si informacion apo ndërton jetën e tij në bazë të një informacioni të devijuar. Çfarë ndodh dhe ku është rregullatori këtu apo stoket? Dikush nuk mund ta harxoj kohën për të vërtetuar një informacion se ka profesion. Dhe do shohë diçka fillon e beson, për shembull gjëja më kauzale që më shpesht. Më shpesh që ndodh tu na bitën kur njerëzit për shembull lexojnë dieta në Instagram, në çdo scroll ka një dietë, dhe një herë janë vezët, një herë si një ditë lën bukë, një ditë lën këtë. Kjo është e vërtetë. Domethënë kjo është e pabesueshme. Domethënë se si ti i beson një scrolli të Instagramit, thjesht dikush i ka vënë një gotë aty. Atëherë tani është bërë sepse si këto më fal, si këto ushqimet bio, si ato bibliotekat e mira, si disa gjëra shumë mira të njerëzimit që kanë mbetur, kurdo që të shikosh një film të mirë, ti shikon një film klasik, kurdo të lexosh një libër të mirë, ti lexon një libër të një shkrimtari të mirë, kurdo të dëgjosh një muzikë të mirë, ti dëgjon një muzikë të mirë të Golden Age. Tani ku të gjejmë informacionin e dur, për shembull, ka dhe faqe besoj që kanë informacion sakt. Termi e mirë tani është relativ. Të sakt, jo të mirë, të sakt. Se është relativ. E sakt. Pjesa që është e pastër është informacion, tani është shumë i vështirë për të u gjetur. Domethënë, është një informacion që në fillim paguhej, që po tani dhe ajo që ti paguam nuk e ketë garantuar. Sepse ka dhe një fenomen tjetër në të cilën inteligjenca artificiale që shikon ti te Google-i, apo shikon nëpër ChatGPT apo ka dhe kompani tjera, nuk po shërben më që të t'japi të informacionin, por tani ajo do jetë si një lavatriçe informacione. Pra, ajo ta
thjesht të zonë informacionin, heq gjëra që ti s'duhet dish, sepse të kupton se në cilin target grupi e ti, dhe të jep ato që ti do të dëgjosh. Që ti do të dëgjosh. Dhe për plus, në çfarë informacionit do që të orientoja Pra është një servil gënjeshtar që neve na pëlqen. Po, dhe ky do jetë, le ta quajmë, ky do jetë burgu digital i dikujt për të marrë informacion. Kushdo që të jetë i burgosur, le të jetë. Pra internetin nga një... Po këta që nuk duan të jetë të burgosur digital, do kenë hapësira. Do ta kenë shumë vështirë, sepse marrja e informacionit tashmë është vetëm nëpërmjet internetit një pjesë e mirë dhe ti nuk e zgjedh dot në burimin e saktë. Pra ai personi realisht e ka bërë atë gjë. Sepse unë për shembull nesër me inteligjencën artificiale mund të krijoj një individ që nuk ekziston dhe këtë e bëj doktor dhe them ty që po të pish të ilaçin ti sot, do të psohesh. Dhe sa njerëz që kanë ndodhur kjo me tërmend. Pra, ideja është që ajo që të shihet tashmë në internet, duhet marrë me shumë kujdes. Me shumë skepticizëm. Po, aq më tepër që ti ke dhe një gjë interesante që tashmë inteligjenca artificiale ka rrjetin e vet social. Pra, është hapur një rrjet artificial ku njerëzit nuk janë prezent, mund ta vëzhgojnë dhe normalisht inteligjenca artificiale do komunikojnë me njëra tjetrën, na gjend komunikojnë me njëri tjetrin. Po, dhe ti mund t'i vëzhgosh ose diçka e tjetër. Më ke thënë një bisedë fundit që ka trurin e një adoleshenti deri tani. Inteligjencat artificiale tani kanë avancuar shumë. Për shembull, kjo varet nga data centri, qëndron akoma aty, besoj, janë në atë fazë. Unë nuk pretendoj që e di të saktë informacionin që po ndodh tani, sepse ai është informacion që nuk jepet normalisht, por ti mund ta dallosh nga veprimet që ndodhin. Për shembull, një AI nuk mund ta bëjë, po tash ti e bën. E kupton dhe ti aty pastaj mund të derivosh me këto parametra, ti kupton se ku ka arrit inteligjenca artificiale. Por ka një gjë që shtetet tashmë do ta integrojnë inteligjencën artificiale me detyrim, sepse nuk kanë ç'a bëjnë, sepse tani logjika është privatizuar. Pra, ajo që ti do pyes është që, ore, a e ka arritur të trurin ky apo jo? Po, pse po e ka arritur, po kush e ka në dorëzim? Dhe shikon unë t'ia përgjigje, se ku është ajo me parametrat e vet, sepse ato e kanë privatizuar, nuk e tregojnë, po thjesht e përdorin. Pra, privatizimi i logjikës, shumë shpejt do shikosh që do përdoret në ushtri, do përdoret në modifikimin e informacionit dhe do përdoret edhe në strukturën politike të një shteti. Dhe dy janë arkitekturat më të pranueshme, që është arkitektura e centralizuar dhe arkitektura jo e centralizuar. Arkitektura e centralizuar është shumë problem, sepse askush nuk mund ta mbajë dot peshën e teknologjisë sot. Apo sepse ajo është një vegël e cila është aq e rëndë për të menaxhuar, sa çdo që të vësh aty ti, në fund të ditës do ketë shumë probleme, sepse pesha e vendimeve do jetë shumë e madhe. Dhe në momentin që ajo centralizohet, pra mund të marr këtu për shembullin e Akshit. Unë kam qenë kritik për opinionin tim, kuptohet, se mund të jemi në rregull, për mënyrën se si Akshi është ndërtuar që në fillim, se ka marrë në qafë njerëzit. Sepse një institucion, nëse ti e centralizon nga ana teknologjike, atëherë gjithë pesha bie atje. Atëherë kush është i Zoti sot të mbaj gjithë atë peshë, çdo që të vësh ti atje. E qartë. Po si do të ishte alternativa më e mirë e menaxhueshme? Alternativa më e menaxhueshme janë strukturat e decentralizuara, të cilat kompensojnë njëra tjetrën. Pra, unë kam një cop, ti ke një cop, që se ne bashkohemi, atëherë kjo bëhet një cop që bën këtë gjën. Dhe normalisht bëhet shumë e vështirë goditja dhe bëhet edhe shpërndarja e peshave, të pikave, pra dikush ka dorë ato, dikush ka dorë ato. Dhe kjo do ishte goxha më me progres dhe aq më tepër që një shtet sot, nëse tenton drejt centralizimit të inteligjencës artificiale, drejt centralizimit të teknologjisë është i mbaruar, sepse është shumë lehtësisht i goditshëm. E kuptoj. Pra, është pak e vështirë për tu artikuluar, por natyrisht që njerëzit e kuptojnë, por jo saktësisht dhe terminologjia duhet hyrë më në përdorim që ne të jemi më familjar me të, megjithatë. Për shembull sot, ne kemi një indeks që ndiqet nga disa kompani, nga Cisco dhe kompani tjera, Shqipëria renditet 81 në botë për mundësinë për të adoptuar teknologjinë e inteligjencës artificiale. Ku e para renditet normalisht Amerika, Gjermania, pra këto janë vendet primare, por për neve është shumë e rëndë.
për tu marrë në veprim. Dhe një ministri të dedikuar. Pra, qeveria po bën hapa këtu, e heqim politikën dhe goditjet e drejtësisë. Jo, as kam tendencën për ta politizuar këtë gjë, po flasim thjesht, pra qeveria po përpiqet. Është një përpjekje në drejtimin e dur, apo ka dhe një alternativë siç mund të ishte ndryshe, më mirë? Shiko, unë kam ndjekur se shqiptar jam. Nuk kam, edhe unë dokumentat aty i kam. Kështu që normalisht kam hallin tim. Unë kam ndjekur hap pas hapi, edhe nga profili që kam, ka një tentativë shumë pozitive, por ka pamundësi në infrastrukturë, ka pamundësi në kulturë. Se për shumë, hajde marrin 5 veta neve që duan të bëjnë, nga këto 5 unë po vë zotin Rama. Shumë mirë, por Rama nuk do ullet kodoj inteligencën artificiale. Pra, në qoftë se ajo gjëja nuk shkon, ti nuk mund të akuzosh... Po do ketë specialist, pajtojnë specialist për këtë punë. Po ky specialisti duhet t'i japi ide në dur atit personit. E kuptoj pra. Dhe ti mendon që në fakt jo vetëm ne, po të gjitha qeverit ka mungesë tregu pikërisht për këta njerëz që do të mbajnë ngarkesën e kodimeve, apo... Askush nuk e mban dot nga e vendimarrjes dhe kodimit. Mirë, do jetë një grup njerëzish, pra se do jetë një njeri. Por duhet jetë i decentralizuar. Për shembull, në qoftë se Shqipëria do kishte operuar në një mënyrë tjetër, të tipit që do fuste për shembull inteligjencë artificiale dhe programim sistemesh qeveritare. Do t'i bënde këto nga zero, t'i fuste në universitet. Pra nuk ishte pse harxhonim neve teori për të mësuar 10 vjeçarëve kod, sepse aty nuk i duhet fare, se nuk e di çfarë do zgjidhim atë kodin. Ama nëse kjo do ishte degu universitare, atëherë mund kishte filluar një grup studentëve, këto do ishin integruar, do kishin ndërtuar departamente dhe okay, do merrte kod, dakord, se përgjegjëtori është lënë dua tani se s'po di çfarë ndodh. Se është kjo në fund tjetër. E thot me fjalë thjeshta, dia nuk të lënë balt, si me inteligjencë artificiale, si pa inteligjencë artificiale, një mendje e kultivuar do di të pozicionohet në dy botët. Po. Dhe ajo që unë po të them tani, që ta thash për pak, ishte që inteligjenca tash për fat keq logjika tani do privatizohet. Dhe ata që kanë logjik, çfarë do jenë? Do jenë të mënjanuar, apo do të jenë të kultivuar, apo do të jenë në qendër të kërkuar? Privatizimi i logjikës mund të shikohet shumë qartë, duke qenë se ti ke një chat GPT apo një Google, dhe ti përdor versionin pa lek, ndërkohë që unë përdor versionin me lek. Po ai pa lek i mungojnë ca gjëra. Hop, fitova unë atë. Ti që paguan. Po tani nuk është puna një pagush. Mendja njerëzore... Po deli ashloje? Mendja njerëzore nuk arrin dot të bëj atë lloj niveli kalkulimi që bën AI. Por është më saktë se AI, se AI po u çmon dhe hedh botën erë. Shiko, nuk është... Ndërsa mendja njerëzore do hedhi vetëm veten erë një çmendur. Nuk është jo, se kemi i parë të çmendurit e botës njerëzore, apo se ç'bënin. Apo jo, kishim rastin e Epsteinit. Ishin të pasur. Nuk ishin të çmendur. Ishin njerëz me trafik influence, me trafik financiar, njerëz që unë besoj përkistin kulteve të caktuara, dhe njerëz që pika nyalise e Epsteinit, dhe ne do ta flasim, ishte sepse kishte një trafik shumë madh influence. Dhe unë mendoj, dhe jo unë, ke analiza të tëra që thonë që nuk është i vetmi. Kaq pam dhe kaq dim, bota mund të operojë në kulte dhe në pika të tilla, po kjo do të thotë se përfaqësojnë njerëzimin këta. Pra jemi ke situata që dikush me teknologjinë që ka sot në dispozicion mund të bëjë ç'të dojë. Dhe ai sistem është dizenjuar për një person i cili duhet bëjë gjën e dur. Por tani të bësh gjën e dur nga ajo që ti mendon se është gjë e dur është goxha larg. Dhe po ta shikosh, njerëzit si Epstein, si Musk, apo kush ka qenë prezent në këtë situatë, nuk jam i prirur gjykoj se as është e qartë, se cili ka nivelin e tij të gjykimit për gjë. Por që çështja është që nëse ti vendos mbi një qenie njerëzore atë peshë të lartë vendimarrjeje, atëherë degradimi është i pavitueshëm. Marrjen patjetër që njerëzit të cilët kanë qenë në shtet, kanë parasysh Britaninë, Norvegjinë, Danimarkën, Britaninë e Madhe, këta njerëz janë përjashtuar nga linja mbretërore, për shembull princi Andrew. Po çfarë rrezitet ajo? Dakord. Këta njerëz kur e mëson sistemi jon, këta njerëz i ka penalizuar. Pse? Sepse ndryshe kishin një jetë këtej dhe ndryshe abuzonin, sepse abuzimi është i dënueshëm në çfarëdo lloj kodi, në fe, në të gjitha, përveç disa vendeve ndoshta që kanë një koncept të caktuar për sa i përket raporteve, por këto nuk i përkasin botës së zhvilluar. Pra këta njerëz po penalizohen në botën e zhvilluar në momentin që janë hapur petët e lakrorit, pra kanë dalë informacionet. Pyetja ime këtu është
dhe nuk ka të bëj me atë që bën një njeri kur nuk ka më frikë dhe kur mendon që është zoti mbi tokë, se dominanca nuk erdhi me teknologjinë. Dominanca ka qenë që në kohët e hershme, po të lexosh, perandor, njerëz të gjithë fuqishëm, faraon, bënin rite të caktuara sepse mendonin që ishin zotin tokë, po këtë s'ju dha teknologjia. Është natyra e njerëzorit që do të dominojë dhe shfrenohet kur heq kodet mbi të cilat ne kemi ardhur në botë dhe mendojmë të ikim nga kjo botë apo jo. Ka dhe njerëz që mendojnë që s'do ikin. Patjetër. E kam shumë qartë këtë që thua dhe këtu hym në një mendim tjetër që ndoshta do një bisedë më të strukturuar dhe më të thelluar, se ndoshta janë të parakoshme. Do një psikolog. Janë të parakoshme. Megjithatë, ta ulim në nivelin toksor Sanchezi dhe Masku. Pse Spanja ka mbyllur rrjetet sociale në moshën 16 vjeçmës, apo jo? Masku i thotë ti je një tradhtar, i thotë i popullit spanjoll se i le pa informacion në TikTok. Tash me gjithë respektin. Për kë? Për Maskun. Okej. E një çun që ke një program kompjuteri, që futen njerëzit edhe ka miliarda edhe është më i pasur i botë, mendon ai. Problem tjetër ai, unë po them çka ka. Ke një dy kompani, një që shet makina dhe nuk e di çfarë, një që bën raketa, okej, shumë bukur lodrat e tua. Si ai është presidenti i një vendi. E qartë. Do shohit mirën e kalamajve të vet. Okej? Kështu që normalisht unë e shoh të pa vend edhe debatën e kryer midis tyre, edhe kërkesën e rrjeteve sociale për të pasur akses në moshat të vogla, sepse atyre ju hikën një pjesë e mirë e përgjimit. Ju hikën një pjesë e mirë e skedimit e përgjimit. E kuptova. Okej, se çfarë bëjnë ta njerëz, pra atyre ju bie buxheti i marketingut. Sepse nuk mund të targetojnë këta njerëz. Sepse nuk janë klient. Jemi në teorinë që ta bëjmë më kollaj, jemi në teorinë e shitjeve online. Pra, ty të marrin telefon, ti blen dyshekun, apo nuk e blen dyshekun, se këto telefonatat janë shumë të shpeshta dhe marrë si shembull, me gjithë respektin për ata që shesin dyshek. Është një dis social ekonomik. Pra, kryet biznes, pra, Facebooku është biznes. Ti vetë ke TikTok? Ja, nuk mbaj TikTok. Po Instagram? Instagram kam, se e kam vërtetë e punët, për studime. Për studime. Facebook? Edhe Facebookun, sepse jam pjesë e platformës Meta. Po kaq? Ka, që i bëj vetëm për studimor, mundohem që të publikoj sa më pak gjëra, mundohem që të hedh gjëra të cilat nuk janë të rëndësishme. Dikush mund të thotë që na dëgjon tani ky që nga paranojak. Shiko, varet se në çfarë niveli duhet ta kesh paranojën, se edhe një njeri pa paranojë nuk është shumë i zgjut. Jo, pse e ke kaq me përse ti nuk do doje të ishe shumë i ekspozuar në rrjetet sociale? Edhe po të njohin profilin. Çfarë dëmi na vjen? Shiko çfarë dëmi të ndodh. Automatik në internet ty të formohet ajo në gjuhën angleze quhet double ganger. Domethënë është dopja jote. Dhe ti pastaj fillon edhe ke një profil tënd social, ke një profil tënd njerëzor në tokë. Dhe me kalimin e kohës ti fillon edhe oscilon nga çfarë ke thënë ti në internet, nga çfarë të thanë ty në internet, se unë kam parë njerëz që janë zëmë se s'm bëre like. E kupton? Dhe aty krijohen struktura sociale, të cilat ti pak ka shumë e gjen veten në një situatë që thua ç'po desh më të merrem me këtë muhabet. Pra, përveç se kësaj ti edhe një target shumë i mirë, i skeduar. Pra, ty të fillojnë të gjimojnë reklamat, fillojnë të gjimojnë videot. Pra, futa mund për shembull që do shoh një pajisje palestre dhe ty të dalin të gjitha opsionet e mundshme. Këtë gjë ne e kemi kuptuar. Tashti, pse të gjitha telefonatat që bëj unë, të gjitha mesazhet që bëj unë, të gjitha fotot që bëj unë duhet të ruhen në një server dhe jenë aty pafundësisht? Ku e ka të drejtën Facebooku që të më marri mua të gjitha fotot dhe gjithë informacionet që... Bravo. Ja ku jemi këtu. Prandaj? Nëse do kishe një vlla të vogël, motor të vogël, një fëmijë, do t'i hapje një profil në Facebook, në Instagram, TikTok? Unë kam thënë këtë gjë që kur u hap Facebookun në 2007 në fakt. Jo. Që? Jo. Jo, sa më larg rrjeteve sociale, sepse më vonë do e kuptosh se si ti je ndikuar nga rrjeti. Sepse në moment ti nuk e kupton, thua çfarë po thua, sepse përveç se këtij përgjimit vjen hapi tjetër pastaj. Vjen ajo që quhet ekonomia e sjelljes. Pra, kush është ekonomia jote psikologjike, pra si ti mund të motivoj ty, se unë si bëj të kesh sa mendime, se si të ndryshoj sjelljen. E kupton? Për shembull, po të marr se është më i thjeshti, më fal, është ky muhabeti ushqimeve.
Dhe me thënë, ti ke parë një gjithë shqiptarë që përzinë gjinxher në Faraçia, në Kosë, kështu miksesh, dhe kupton, kështu që, ku e pa në dikur ka qenë, shiko, se vetëm ecën teknologjia, se dikur ishin artikujt. Njerë Washington Posti botonte një artikull që Faraçia për shembull janë shumë të mira. Mbas një muaji e gjenim në një tjetër gazetë që Faraçia nuk janë të mira, duhet të përdorim lule dielli. Pra, kjo teoria ka qenë, por xhiroja dhe shpejtësia e informacionit është më e madhe dhe sa mban kapaciteti mendjes do thua ti. Ka dhe një problem tjetër tani, që nuk është çështja vetëm tek ushqimi, por është çështja ke mënyra se si ti krijon marrëdhënie me njerëzit që ke vërdall, me mënyra se si ti formon jetën tënde, me mënyra se ti aspiron, se deri dje neve kishim njerëz që shikonin Steve Jobsin dhe do duhen të bënin programator, por shumë para këta e dinin që Steve Jobsi nuk ditë programoj. Ka qenë thjesht sipërmarrës. Dhe unë do bëj një kompani dhe i futeshin programimit pa marrë vesh, pa ati dhe fëmijët të shiko se do bësh namin, ore pritës është kështu. Çfarë brezi po vjen? Po vjen një... Këta fëmijë që lindin sot, çfarë brezi do jenë? Kur të jenë bas 20 vjetësh, 30 vjetësh. Çfarë brezi, tash nuk e kategorizoj dot se... Jo, si do jetë, nuk e flas për mirë për më keq, por çfarë do të jetë? Besoj do jenë më të izoluar, do jenë më skeptik, do jenë më të orientuar drejt mbrojtjes nga mashtrimi, dhe besoj do kenë një jetë më të mirë se tonë, po të marrim rastin e material, nga ana materiale. Po dhe nga jeta e përditshme. Do jenë sepse praktikisht informacioni është marrë nga ata, pra informacioni që neve na ka munguar. Pra, domethënë, nëse ne jemi një brez që kemi rritur kur ishin vegjël me një televizion edhe me një radio në limit, tani këta janë të super informuar se çfarë do bëjnë to me informacionin, pastaj kjo është një problem tjetër. Ti njerëzore do ketë? Empati njerëzore. Empatia njerëzore është vetia e qenies, kështu që normalisht nuk është se mund ta eliminoj teknologjia, por problemi është ndaj kujt. Sepse nga që do jenë të izoluar, nga që do jenë të izoluar mund ta kenë edhe ndaj një AI imagjinar, për shembull. Pra po shkojmë në botën ku një njeri dashuron robotin. Ato filmat që kemi parë fantashkencë do t'i pas kanë manifestuar kaq shumë sa po na ndodhin në realitet. Patjetër, është target i kompanive të inteligjencës artificiale që t'i krijojnë AI-t një personalitet që ty të duket realisht sikur ti po flet me një njeri. Pra nuk është më që AI vetëm të jep informacion, por ndërton. Si do vazhdojë njerëzimi, si do riprodhohet njerëzimi? Si që është riprodhuar që kur ka filluar. Sepse do paksohet me këtë lloj izolimi, si drejt ku do shkojmë drejt kurjes, apo jo do zhdukje? Nuk besoj, kulturat ndryshme praktikisht po shoh një fenomen të cilët momentin e parë që u fullën internet ishin kurioz për njëri tjetrin, pastaj u vllazëruan njëri tjetrin, tani janë ke fazë po luftojnë njëri tjetrin. Pra ti je kështu, unë jam kështu, do të thonë, e kupton? Dhe kjo pastaj do krijojë fragmentarizime shumë të forta. Por flet për inteligjencë artificiale apo për njerëzit në këtë botë? Si janë sjellë që kur kanë hyrë në internet. Pra fillim ne ishim kurioz, pastaj po u bëm një blog përballë, e pranuam kështu dhe tani jemi tani jemi fragmentarizuar. Fragmentarizuar. Dhe ku çon kjo? Sipas te? Kjo çon në një ekstremitet të tribalizmit. Pra, është shumë e lehtë që ti në internet të formosh një grup dhe çfarë është grupi jote ke shok dhe të tjerët ke armiq. Dhe deri ku shkon kjo armiqësi? Se mund të shkojë armiqësi me ndihmë, me komente dhe këtu mbaron apo? Jo, dhe kemi ardhur të dy në këtë televizion ku janë vrarë njerëz për këtë muhabet. Okej? Kështu që kjo gjë ndikon shumë, pra ai formimi i grupeve. Me qartë, unë bëj ty shok apo s'bëj ty shok, ti u të bëra like, thash këtë, nuk thash atë. Është një tendencë drejt. Nuk po mësojnë njerëzit, nuk po mësojnë nga pikërisht nga ato fenomene që ne kemi diskutuar, që njerëz janë vrarë për kaq gjë. Ajo është veti njerëzore, është veti mbrojtëse dhe normalisht është shumë e vështirë për të kontrolluar edhe kur e njeh si fenomen, vetëm kur se njeh si fenomen. E qartë. Sepse teknologjia është kështu që, domethënë, nëse kjo jeta reale është gjithë kjo tavolina, teknologjia është e aftë të mbulojë ty vetëm sa ç'është kjo gota. Ti nëpërmjet kësaj gotës nuk mund të më thuash që është e madhe sa gjithë tavolina. E qartë, mirë, ti na përcolle deri në reklam, unë të falenderoj shumë, edhe është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ty, por ajo që unë gjithmonë kuptoj, se më duket sikur ne i përkasim dy botë të ndryshme, ti je shumë përpara, është një ndër personazhet që e njeh shumë mirë botën e inteligjencës artificiale, ndonse mban këtë profilin e ulët, unë po jam shumë korrekte dhe nuk e lëvroj aq sa duhet, thelbi është i njëjtë.
ajo që thash, dia dhe futja e trurit në punë nuk lën balt edhe në atë botën tjetër, mendoj në atë botën që ti e Jo, absolutisht është thelbësore. Është thelbësore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, patjetër. Pra që të dish të punoj truri jot dhe pastaj në çdo rrethant të dish se si të reagosh. Më shumë është të njohësh veten se ku e ke limitin. E qartë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë të falenderoj Geron që ishe, ne isha me Geron Tashin, siç e thash specialisti IT-s, ne do të kalojmë një hapësirë publicitare kthehemi pas pak.